Do me amici. Unë jam mendoj se njëri për influencer. Ti shkon mirë mos më përzit, unë njënë tjetë. Ti mi mledhë tatimet na me bu video. Faleminderit për kohën që i keni gjetë një bashkëpunëtesës tonë pa përtesë kështu. Me mujtë me shfrytzues që pjesën e artë që e kemi, pjesën artistike me shta që jo rron njerëzve tanë. Për me mujtë me ndiku me u disiplinu në ashtë edhe pjesa tjekër e shoqërisë se me ditë të rëndësinë për shka paguën datimet. Faleminderit juve që na keni mbledhur, edhe po kena shërë dhe më bu ma do sa me juve të shumë. Ka do me konë bashkëpunim me institucionet tona. Ku përvje puna mi pagu për lavrimin. Edhe në kanalet ku postojnë atë do të më konë shumë real. Kur je real do me thonë, edhe publikut të kopë ma mirë, pranën ma mirë. Këtë rast do me thonë na i kena obligim ma këfar punë, nuk kena shka me diskutu. O, është në të botë. Do me të Një pranzere dhe Marian ku i kaftuat të janë takë. A duhet të thot drejt, a kështu për... Ka kem go. Jo thash ku për neve. Me dije disha që këto tatimet i kena pagu. Unë i rregati. Kjo rrit si sa për mi. S'ka që vas mi tregu sa janë më i pagu. Ja hit. Edhe po besoj që ky takim sa do i vogël që ka, po ka me qenë një nismë shumë e rëndësishme për me pas hapa ma të mëdha tutje. Qoftë më respektu puna jonë si influencer, po njëjtën kohë edhe ky bashkëpunim i joni me qenë shumë fredvanës, edhe në përgjithësi bashkëpunimet me institucione shtetërore me qenë kaq të hapura me influencer. Shpeshherë mbuhet si pyetje në për komente a pagun tatim ti? Unë jam një tatim pagus, edhe jam shumë krenar që kam mundësi me jap një kontribut të vogël në çdo drejtim. Po, ç'te na efekt se si var po do. Inkurajoj edhe influencerët tjerë, sa dësh janë të vogël numra apo diçka, minajt gati vetit, më regjistru si biznes, edhe e kini identitet si financiar, si ku shkon me pas punë me banka, me ambasada, me institucione tjera tuja, ki përparësi gjithmonë edhe një është ma mirë. Edhe kontribon për shtetonëve, dyqysh si shdo kjo është atë më kontem, se nuk ka kompromis këtë. Jo si këngëtar, atë definim tuju me këngëtar, po e sa la ide. Qëre nëse dhe me pas një biznes afatgjat, normalisht që dush më pas dhe qartë obligimin e tatimeve. Dhe qashtu e kini farë biznesi ma afatgjat, je shumë ma serios, marrin edhe brendet ma serios. Kështu pra, sa më të rregullt jeni me sistemin tonë tatimor, aq më të rëndësishëm jeni edhe për ndjekësit e juaj.